Vapa sapo ka filluar, pavarësisht që mbron. Lana, lumi identitar i Tiranës son ka filluar të kudërbojë më shumë se në dimër, vjesht dhe pranverë. Në fund të fundit Lana nuk e di hallin ton, dhe as ua ka iden stinve. Fik si ajo historia e kinezit, që dekada më parë kishte punuar në Elbasan dhe Tiranë. E pasi Shqipëria u prish me Kinën, ai u kthye në vendlindjen e tij. Por Lanën nuk e harroi asnjëherë. Vitet e fundit, një shqiptar që i kishte hyrë kokë këmbë tregtisë me Kinën kishte takuar atje pikërisht kinezin e dikurshëm. Ai e kishte pyetur mikun shqiptar gjëre gjatë e fija për pe. Ndër të tjera, si është Shqipëria tani? Më e bukur? A keni ende çaj mali? Po mjaltë të mirë. Elbasani e ka akoma metalurgjikun? Po Tirana ka ndryshuar? Kena bo shumë për para. Tirana edhe ma shumë. Jena bo evropian, i burret shqiptari. Kinezi nuk ndalet. Po Lana, a ka prapë erë të keqe? Pyet përsëri ai. Po, mban shumë, ja kthen tregtari ynë. Aha, pas keni bërë, i thot kinezi dhe largohet në punët e veta. Përtek kësaj rrëfenje me nota humori, Lana e sotme nuk ka as pak humor. Ka vetëm erë të rëndë, kudërbim që po e mbyt në dhe kryeqytetin. Pavarësisht ndërhyrjeve të shpeshta për rehabilitimin e këtij lumi përrua, situata thuajse mbetet e njëjtë. Sistemimi disa vite më parë kur u shembën 10 ndërtesa e vila në të dy anët e Lanës, e më pas mbyllja e pemëve, e ndryshoi jo vetëm imazhin lumit identitar, por eduktoi disi erën e rëndë në disa segmente. Mirë po nuk mjaftoi. Fushatën atëhershme pasoi lumi i gjatë i bashkisë dhe institucioneve të tjera përgjegjëse, duke lënë Lanën në degradim të ngadaltë të sigurt. Kush ka kaluar nga i famshmi pallati me shigjeta e përtej është dashur të mbaj hundën me dorë, ndërsa ndotja e Lanës është aq e madhe sa edhe po ja fute vrapit, nuk ke shans t'i shpëtosh erës së rëndë që të shpon hundë dhe vesh bashk. Aty shikon lirisht edhe një kolektor të ujrave të zeza që shkarkon po aq lirisht mbi lum jashqitjet. Këto të fundit shkojnë të gjitha në detin Adriatik, aty ku ne bëjmë plazh çdo verë. Lumi ishëm, ne vetë dhe shteti i munguar e ndihmojmë Lanën në këtë mision kundër shëndetit tonë dhe ndotjes së Shqipërisë. Mirë po sikur të ishte vetëm kjo pikë që kudërbon, do të ishte gjysma së keqes. Lana ka disa pika të tjera, po kaq alarmante. Zona e njohur si Bryli është udhkryqje që bashkon lagja autoktone me komunitetet e reja. Një hapësirë shumë e madhe me shumë banor. Kjo zonë është një nyje urbane ku bashkohen disa prurje dhe ku densija e ndërtimeve është e lartë. Pavarësisht sistemimit që nga lagja e Shkozës lartë deri tek ish qyteti i nxënësve, era e rëndë sfidon ende. Në këtë zonë Lana vuan edhe derdhje nga kanalet dytësore shumë prej tyre të fshehura. Në këtë zonë, për shkak të gjeometrisë së shtratit ngadalsohet edhe rrjedha e lumit. Miksimi i këtyre dy faktorëve gjeneron ndotje të një niveli të lartë, pasi akumulon sediment dhe ngarkesë organike. Në ditën nxehta, ky segment i Lanës shpërthen në kundërmim erë të keqe, pasi funksionon si pikë grumbullimi. Sedimenti, sipas ekspertëve të mjedisit, është material i ngurtë, siç është rëra, balta, zhavori në fund të një sasie ujë. Në thelb është mbetje vendosur ose materiali depozituar i tokës që gjendet zakonisht në shtretërit e lumenve, por që në këtë pjesë të Lanës gjendet me shumicë. Një hotspot tjetër që kërkon ndërhyrje të shpejtë është edhe zona rreth asaj që quhet ura e rrugës së Elbasanit. Zakonisht urat janë gjithmonë problematike kur janë mbi ujëra të ndotura, por kjo urë i kalon të gjitha limitet. Këtu çfarë nuk gjen? Ujë të turbull që vjen nga shumë rrjedha të pista. Zona të vdekura para dhe pas urës, ujë që vegjeton bashkë me mbetjet që kapen në struktura të papastruara ose të krijuara rishtës. Te kjo urë, si në të gjitha të mëdha ose të vogla, para dhe pas tyre, ka xhepa pafund si vet Lana. Aty materiali organik dekompozohet më shpejt, i ndihmuar nga njerëz anormal që zbrasin aty nevojat e tyre fiziologjike. Ndaj poshtë urave, kundërmimi është shumë më i fortë edhe kur Lana duket e qetë. Pika e tretë më e nxehtë e kësaj zellamahie nis te hyrja e zonës së Astirit dhe shkon kilometra më tej, përgjatë të gjithë pjesës tjetër të lumit. Kjo zonë nuk është aq shumë nyje sikurse konsiderohet deri dje, por zonë me zhvillim të shpejtë urban, me infrastrukturë pa pikë standardi dhe mundësi pafund për lidhje të paplota ose të gabuara me kanalizimet. Në këtë segment,
Lana ka prurje relativisht të ulta në pjesën më të madhe të vitit, ndaj era këtu është më e rëndë, pasi nuk ka ujë të mjaftueshëm për ta holluar apo zbutur atë. Kjo zonë është përfshirë në një projekt të madh riabilitimi dhe sistemimi, që në 3 do ngjan një mrekulli, por mbeti në letër dhe në terren u ka tandjes me një roje private tek fusha ku do ndërtohej impjanti madhështor. Megjithatë, edhe pa këto 3 pika problematike, Vetlana është një problem i madh në të gjithë gjerësinë dhe gjatësinë e saj. Që prej viteve 60 të Shqipërisë komuniste, rrjeti i kanalizimeve të kryeqytetit u ndërtua i tillë që të shkarkohej i gjithi në këtë lumë. Por që atëherë kanë kaluar mbi 6 dekada dhe Tirana mbetet kryeqyteti i vetëm në Europë që nuk bën asnjë trajtim mbi rrjetin e ujrave të zeza. Lana mbetet ende një histori pa lavdi e Tiranës. Ajo mbetet dështimi, mbase më i madh, i të gjitha qeverive të pasrënies së komunizmit që mjedisin dhe shëndetin ton e ka në fund të listës së prioriteteve të tyre. Ky dështim historik justifikohet duke na përplasur në fytyrë një faturë të kripur financiare, ndërkohë që nga viti 2008 janë shpenzuar 10 miliona euro për shërbime konsulence, tendera ndërtimi dhe shpenzime arbitrazhi për projektin e një impjanti të trajtimit të ujrave të Lanës. Dhe kjo kontratë për projektin që solli pak shpresë për zgjidhjen e pjesshme të problemit të ujrave të zeza të Tiranës u ndërpre. Historia e kësaj kontrate është e gjatë, me plane ambicioze, impjant po aq ambicioz, me anulime dhe arbitrazh dhe në fund me një harres, që po çon drejt vdekjes, edhe ato pak rrjet kanalizimesh në zonën e Kasharit po degradon një pjesë të madhe të Bërcullës dhe vazhdon të furnizojë ishmin me gjithçka të keqe për shëndetin ton të përbashkët. Nëse deri para disa vitesh thuhet se Lana ishte lumi i dytë më i ndotur në vend, pas Gjanicës në Fier, këtë kohë lumi i njohur i Tiranës ka dalë në vend të parë për ndotjen edhe në Europë. Aq i ndotur është, tregojnë ekspertët e mjedisit, sa nuk e përballojnë dot as instrumentet e matjes. A duhet lënë Lana në këtë drejtë? Sigurisht që jo, sepse do të ketë pasojë afatgjata për shëndetin tonë dhe shëndetin e gjithë secilit prej nesh. Pasojat mund të jenë të parikuperueshme nëse ndërhyrja do të vonojë. Nuk ka nevojë për shkencë të madhe. Mjafton të shikojmë si është vepruar në disa vende për raste të ngjashme me Lanën. Në pritje të projekteve shumë vjeçare, të bukura sa mos ka në letër, është më mirë që bashkia dhe institucionet e tjera përgjegjëse të ndërmarrin disa ndërhyrje të shpejta me efekt të dukshëm. Kështu, në ndikim të menjëhershëm do të ishte identifikimi dhe mbyllja e pikave konkrete të shkarkimit. Ky hap i parë nuk kërkon rindërtim të rrjetit, pra nuk kërkon shumë para, por një aksion në terren për pak javë, me inspektime serioze për gjatë segmentit urban, testime të thjeshta të ujit dhe ndërhyrje direkte aty ku konstatohen lidhje ilegale. Mbyllja e disa burimeve kryesore mund ta ulë ndjeshëm erën. Një hap i dytë mund të jetë menaxhimi i sedimentit në pika kritike. Në varësi të mjeteve të punës dhe burimeve financiare mund të pastrohet i gjithë shtrati. Megjithatë edhe pastrimi i pjesëshëm ka efekt, sidomos ndërhyrja në zona ku depozitimet organike janë më të mëdha. Këto depozitime zakonisht ndodhen në kthesa, në nura dhe kur rrjedha e ujit është më e ngadalt. Heqja e këtij materiali bashkë me trajtimin e tij ka reduktuar menjëherë burimin e aromës së keqe, referuar shembujve nga vendet evropiane. Rritja artificiale e rrjedhës në segmentet të caktuara konsiderohet një hap tjetër i rëndësishëm. Mund të bëhet përkohësisht, për shembull, duke shtuar ujë nga burime të tjera, ose duke menaxhuar më mirë prurjet ekzistuese. Qëllimi është hollimi i ndotjes dhe ulja e përqendrimit të gazrave që krijojnë erë. Bashkë me një mirëmbajtje më të shpeshtë gjatë muajve të nxehtë dhe përcaktimin e një harte me pikat më problematike dhe progresin në ndërhyrjeve, situata do të jetë disa herë më e mirë se kjo që po përjetojmë dita ditës. Askush nuk pretendon se këto masa e zgjidhin përfundimisht problemin. Ama e sigurt është që situata do të jetë shumë më ndryshe në të gjithë Tiranën. Le ta fillojmë me kaq, në pritje të një qeverie ose bashkie që shëndetin ton do ta ketë prioritet të prioriteteve.